është një ëndër kjo, do ta realizoj unë, do mundohem po, kur do jepem jo, dhe shumë vështirësi, kur unë ti kaloj. Do të jemë si një zonë që lartë do flu. Bëni ç'të doni, thotë, dhe ke parasysh, po mua do ma luni të siglat, domethënë me mu s'ka. Okej, Ukraina, sikurse po thoja, ka prodhuar një sistem dronesh, ndërkohë që ti dëgjon për shembull që lufta midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për shembull ka kosto gjigante për Shtetet e Bashkuara për shkak se kanë teknologji shumë të avancuar. Një raket nis në ata kushton $2 milion, ndërkohë Irani vazhdon me drone që i blejnë tek Temu, kupton? Kjo është ideja, edhe ukrainasit tashmë jo vetëm po prodhojnë për veten e tyre, po tashmë po mendojnë dhe po eksportojnë, të furnizojnë absolutisht shtete si Emiratet e Bashkuara, Katar e tjera të më radhë. Po, është e vërtet. Këto sisteme janë super të përballueshme, Mateo, shumë efikase, janë zhvilluar këto kohët e fundit, quhet Sting, si këngëtari, e ke parasysh? Po, si këngëtari fix. Që ka luajtur me Blackburn. Po. Quhet Wild Hornets, prodhuesi. Shpejtësia maksimale është 280 km/h, atë që nuk është pak. Mirë. Arrin një lartësi maksimale 7000 metra. Autonomia është 37 km. 37 km nuk është pak, Tiranë-Durrës. Po. Mund ta nisësh, mund ta çosh me makinë deri në pikë të afërt, edhe e nis që aty. 0.5 km është pesha që mund të ngrejnë dhe çmimi varion në varësi të kushteve, ka kondicione regjistrati ku kupton normal. 1000 deri në $2.500 kushton një i tillë. Për një shtet, për industrinë e një shteti, për investim, ne Shqipëria ishim shumë të interesuar. Do t'i marrin se janë okazione dhe me to do xhirojmë dasma, do kapim videoklipe. Jam interesuar gjithore. 37 km. Përdoren si mjet. Po të bie më lirë se një dron komercial. Po pra, tamam. E vërtet është. Bravo i qoftë Ukrainës që edhe në këto kohë të vështira për vetën e vet. Po, gjen mundësira. Njeriu po pra, patjetër. Ore në kohë të vështira që është vërtet. Rudizmo, e di që rreth 522.000 shqiptar kanë marrë shtetësi europiane. Emigrantët që kanë ikur nga Shqipëria tashmë po bëjnë qytetarë të vendeve të BE-s me të drejta të plota. Që nga viti 2010, rreth 632.000 shqiptar kanë marrë pasaport në një nga vendet e BE-s, ndërsa vetëm dekadën e fundit janë dhënë 522.000 shtetësi. Niveli më i lartë ishte në vitin 2016 me rreth 67.000 në vit. Ore, e ka thënë Blendoziu, është e tmerrshme që më shumë se gjysma tashmë shqiptarëve jetojnë jashtë Shqipërisë. Jemi një ndër 3 shtetet në botë, 2 janë afrikane, më duket se shteti tjetër ishte Armenia. Kjo ndodh gjithani. Jo që të kesh gjysmën e popullsisë jashtë. Po tani në fazat caktuara të historisë, zotëri, kjo ka ndodhur, për tani për çka ka ardhur, bëj zhurmuesi. Absolutisht më thuaj. Tani, mos me shembull konkret zotëri. Për te shakave. Mos mendon se kjo është një lloj mënyre për tu integruar në BE, pra bëhen politika pak më të lehtë. Ti heqim gjithë shqiptarët që të integrohet. Bravo. Kush do të vi, le të vi. Këto që janë aty, qeveritarët e tjerë që janë në rregull, le të rinë atje, s'ka problem. Janë thënë edhe ide tjera që mos futet direkt Shqipëria bashkë me Malnezinë dhe Maqedoninë në BE, po të krijohet një si paradhon. Nuk ka shans fare. Ka përdorur ato dhe thotë, shiko, po i lirojmë politikën. Por e heqin popullin njerëz. Po, e pra, domethënë këto që duan o vlla, e kanë të lehtë, shumë lehtë. S'është e vërtetë. Se kush nuk do të iki. Po ka njerëz që ndoshta mund ta kenë mirë, mund ta kenë në Terezi. Po edhe ata që kanë Terezi o burr gjithë në Shqipëri kanë, po të kishin mundësi do largoheshin, edhe ata që e kanë mirë. Thjesht disa e kanë me bezdi, disa e kanë me përtojnë që ta nisin nga fillimi, kanë investuar shumë vite në Shqipëri dhe thonë tani po të iki jashtë duhet të sakrifikoj një karrierë, një bazë financiare që kam ndërtuar. Është vështirë. Po shumica dërmuese njerëzve do të iknin, edhe nuk është se i fajsojore, kupton, kur e mendon. Nëse nuk është vetëm fenomen shqiptar, duhet të thënë që në gjithë Ballkanin ka emigrim masiv, edhe Greku duket se ka eksportuar diçka tek 500.000 njerëz. Pra nuk është se është fenomen vetëm i Shqipërisë. Diferenca e Greqisë me Shqipërinë është që Greqia është 10 milion
për cilive 6 milion janë Arvanitas, që duhet thënë. 10 milion banor, 11 milion banor, diçka e tillë, nuk e di sa mund të jenë shtuar kohët e fundit. Ne jemi 2 milion, kupton? Nëse ti eksporton 600.000, bie që ti jetë pak a shumë një e katërta. Jemi mirë.